dhe komplet kushtet edhe të hospitalizimit, po edhe të marrjes së shërbimeve që janë me pajisje inovative, janë po ashtu ndihmë e madhe për mjekun këtë rast. Është me rëndësi shumë edhe bashkëpunimin mes profesionistëve dhe menaxhmentit. Sakt. Për shembull, ne kemi pas raste që është diçka jashtëzakonisht, mund të themi, lehtësuese nga ana jonë, që në disa raste për shembull kur ka nevojë mu vendos ndoshta një stent apo 2+, mirë po pacienti nuk ka mundësi, neve na ka dhënë mundësia që këto ta bëjmë gratis. Që kemi pas deri më shtart diku një 8 raste. Që nuk është raste pak, mirë po ka shumë rëndësi kjo për neve. Përsa se nuk kemi do të thotë kurzum që vetëm do të me apliku ato të cilat pacienti ka mundësi me realizu. Po në disa raste do të na ka mundësu që edhe nëse ai nuk ka mundësi, vetëm për të mirët pacientit do të ne të bëjmë çka është e duhur. Që unë këto konsideroj jashtëzakonisht të rëndësishme. Është shumë humane në fakt. Edhe humane edhe shumë rëndësishme për rezultatin tonë, sepse në disa raste për shembull ne mund të kryejmë punën, po për shkak të pamundësisë pacientit mbetet ndoshta edhe jo komplete trajtuar. Mirë, po këto ka mundësu menaxhmenti, kështu që edhe i falenderojmë në familje sepse kjo po ndikon edhe në atë performancën tonë të punës. Rezultatet gjithmonë pastaj mbi të gjitha pacienti është prioritet për juve, edhe si doktor, por edhe si stafi rezonancës në përgjithësi. Shumë ka rëndësi do të thotë për shkak që është një institucion privat, mi pa ato anët do të material, disa pacienta nuk kanë mundësi, një po këta na kanë mundësu këto që Po, përveç sepse e di që nuk mund të ndalemi shumë ndoshta tek çmimet, tek shërbimet, po ajo që kam lënë përshtypje shumë në spitalin rezonanca janë edhe çmimet e përshtatshme për xhepin e pacientit. Po këtë edhe ceka do të thotë për dallim për spitaleve të tjera, tek ne do të thotë kemi çmimin 2400, do të për stentin e parë, ndërsa stenti i dytë tek ne kemi 900. Dhe cilësia është ende më e lartë. Cilësia do të jashtëzakonisht e mirë, do të thotë sepse unë vetë nuk punoj me material që nuk është i cilësisë shumë të lartë. Kështu që ka do të thotë arsye pse pacientët do të orientohen tek ne edhe ish dashur të orientohen tek ne, sepse përveç se përmerrim rezultate që kemi shumë të mira, mirë po çmimet janë shumë të favorshme.